para kurtit me shantazhin, kur ti e tu dalë para ata me diktim. Kërstish. Edhe apet jemi në pak. Kërstish vetë pak, nëse ata janë vegël e Beogradit për ta shkaktuar këtë segregim, i bie që Igor Simiqi dhe shokët e tij që janë në urdhër të Radojqiqit janë duke e ushqyer ata. Nuk mund të thuash kur ti është duke e bërë. Lista serbe nuk ka asnjë vlerë në atë kuvend. Nuk ka vlerë, se ata mund blokojnë. 2/3 e 2 fishta, ata mund blokojnë. 14 vitat e kemi deputetat e listës serbe në parlamentin tonë. Asnjë iniciativë. Veç marrëveshjat me telefonat, me grantët, që do me thonë, çka e kemi brenda, kush na përfaqëson neve, kosovarët me nacionalitet serb? Rashiqi. Kriminalt. Rashiqi me votat, me 300 vota nga Podujeva, me 60 vota nga Gjakova. Që do me thonë, ne jemi... Pse e hedh poshti këto? Mundet dikush një shqiptar nga Gjakova thot Rashiqi është i duhur. Pse mos ta votoj? Po ta është legitimitetit përfaqësues. Është pranueshme shtesë me këto. Lutem një pyetje shtesë. Veç me kryen këtë pyetje, lutem mos e haro. Kur e kemi pas Zojan Adriana Hoxhić me 300 vota në Klokota diku, gjykata kushtetuese menjëherë ka reaguar. Po do të ka reagu keq? Ka dale. Tash para këto zgjedhjeve, jo këto zgjedhjeve e kaluara që jakon me 9 shkurt vitin e kaluara.